Ndëgja tash çdo që flasum, edhe kur po flasin për studion apo po thonë që secili e ka drejtën me fol, është e vërtetë secili e ka drejtën vetë me fol. Por nëse unë vi ty të foli për gazetari këtu dhe çu do të më marr intervista, atëherë sa dal mirë unë. Sepse nuk është një profesion jami e që kum gabu rrugën. Nuk është që se ki ti drejtën me dhon mendimin tënd, se si ti e ki drejtën me dhon mendimin tënd çdo herë. Por edhe mendimi jam dhe jutja apo kujt do qoftë do të më qenë një lamit caktuar të cilën e ke punu. Përderisa unë nuk kum punu asnjëherë në gazetari, çka më me dhon diçka, ose çka më me fol diçka më shumë në thellësitë asoj profesioni kur se di. Tani edhe në futboll, sidomos në futboll, ku në fund janë njerëz të cilët janë hi fatkeqësisht janë në këtë sport dhe kanë po ndoshta që është diçka e madhe që mund me bë diçka dhe mund më njoh dikush. Nuk është e mirë mu përzi në profesion të huaj, nuk është se del shumë keq edhe përderisa ti nuk e një profesion, nuk mundesh me çu përpara çat profesion apo çat lami. Atëherë edhe na që jemi marrë me sport tonë kohën, domthon kemi probleme dhe kemi vështirësi dhe duhet çdo ditë me mësu, çdo ditë për me qenë sa më transparent dhe sa më mirë. Jo që diçka nuk i shohën na për debate, na për vinë njerëz të cilët ndoshta edhe veç vinë me një qëllim caktuar çapo diune, por është çështje e tyne. Unë personalisht po flas kur në jetë nuk isha hyrë në diçka të një temë që nuk e njoh. Jam çit profesionin tim, jam shumë i lumtur që jam, vazhdoj me qenë me çit profesionin tim, jam trener, jam analist. Shkoj analist në një televizion ku analizoj punën e sport, nuk analizoj se çka bëhet diçka tjetër, po përveç se çka ndodh në futbollin ton, edhe diçka më lart se futbolli jon, që më dhon një ide. Nuk jam person i cili ja bëj çefin kërkojna, nuk shkoj në televizion me fol kush çka më thot, shkoj ato me mendimin tim çka është. Ai bën mirë apo si bën mirë, është çështja e tyne. Unë e di që në Kosovë as nuk është vendi, as nuk është koha, as nuk është momenti me qenë njëri i drejtë. Por që të premtoj këtu ty e secilit se nuk do ndryshoj asnjëherë. Ato çka e kam, më thonë, ato çka më mërmendja mu më thonë, e tham. Kurdo që dikon njihet i ofendum, apo që dikush e din që unë apo kum gabue, unë s'u më marr hiç me kërku falje. Edhe kushdo që unë jena herë i ofendum apo që kum ofenduar, çdo herë i kërkoj falje, sepse jem njerëz që cilët më gabu. Por mos mendon dikush që më ndron mendjen, që kom ka kolega, apo më ka shok, apo më ka mik, edhe thotë shkon në televizion fol për mua ashtu, nëse diçka nuk është. Më gabu, por çdo herë e dha mendimin tim ato që unë mendoj që është. Edhe pse që vlerësohesh që zakonisht shumë për këtë sinqeritetin shej. Jam shumë falendërues ndaj atyne ndaj krejt njerëzve, të cilët mund përkrojnë edhe mendojnë që unë jam i drejtë. Po unë i respektoj ata të cilët mendojnë ndryshe sepse unë më duhet me qenë ndryshe, por është një pjesë e vogël, por sido që të jetë, edhe mendimin aty në të tjerëve që dhon komente negative apo folin negativisht apo çka do të folin, unë i respektoj sepse është mendimi i tyre. Mendoj që një pjesë e madhe njerëzve që kanë menuar ndoshta që është ashtu, shumë një pjesë e madhe është kthy, edhe e kanë pasur që Faruku është origjinal, nuk është fals. Kështu që dita ditës po besoj që janë tu kthy alo më shumë tu e kuptuar që unë nuk shkoj me fol për minutë të kërkoj, as nuk e kam minutë të kërkoj, as nuk kam çef kur në jetë me pokën keq. Me shumë ndihmoj, por keq s'ka shumë me bë dikujt asnjëherë.